Gjykata e lartë shqyrton në kolegjet ndara sipas llojit të çështjes. Më parë kemi evidentuar faktin që vetëm 26% e konflikteve administrative pranohen si dosje që e meritojnë investimin e gjykatës së Sadushit, kurse vetëm 19% e çështjeve penale nderohen me diplomën e rasteve të studiuara nga gjykata Sadushi. Asnjë kriter nuk mund të identifikohet se shërben si bazë mbi të cilën gjykata Sadushi skualifikon ato dosje që nuk hidhen në kosh. Kurse përqindja e dosjeve me lëndë civile që pranohen të shqyrtohen nga gjykata Sadushi është 36%. Cili është kriteri që i përzgjedh ato? Shqipëria ka shumë halle dhe me siguri mes tyre ka edhe një listë klasifikimi se cila kategori çështjesh është halli më i madh. Konfliktet mbi pronësinë janë gangrena që krijojnë edhe probleme sociale madhore. Si i përzgjedh Sadushi dosjet civile, si i shikon dosjet, sipas moshës, sipas seksit apo sipas xhepit. Për sa kohë kriteret nuk janë transparente, atëherë kriteri lehtësisht mund të jetë korruptiv. Allëgjinjtë të cilët kanë vite që bredhin gjykatave nuk presin nga Sadushi që të shkruaj e të merret me kodin penal. Sadushi duhet të shohë të rregullojë aktet e funksionimit të brendshëm të gjykatës që e përdor si gjykatën e babës së vet.